Dom Nikol Kaçori u përket atyre burrave të cilët dhanë për këte kom dhe për këte vend më shumë se kushdo tjetër për mbretësin, lirin, dignitetin e tyre. Imzot Nikol Kaçori shënëroi dioqezën e tij jo vetëm në një kështjell besimit të Krishti dhe Zoti, por në një kështjell besimit pathyrshëm tek flamuri dhe Shqipëria. Dhe porosia e Krishtit për Dom Nikol Kaçorin ishte: jepi Shqipërisë atë që i takon. Dhe ky burr i madh i dha Shqipërisë, i dha flamurit atë që i takon. Ja sepse në mbledhjen e parë të themelimit të pavarësisë, etrit e saj në unanimitet të plot do të përcaktoni, do të zgjidhni Dom Nikol Kaçorin si zëvendës kryeministri e qeverisë së parë të shtetit shqiptar të pavarur.